E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak qëndrimet mes Mateos edhe Brikenës. Brikena është një vajzë e cila preket jashtëzakonisht shumë, domethënë është shumë e ndjeshme në raport me Mateon dhe dëshiron që gjatë gjithë kohës kur ajo të flet, kur ajo të tregon një diçka, Mateo të jetë shumë i qetë, Mateo të jetë shumë i butë, edhe qasjen me të ta ketë shumë të veçantë, sidomos kur është puna në sytë të tjerëve. Ditën e djeshme, teksa po bisedonin në verandë teksa ishin të gjithë banorët, pasi që e nisën ditën me puthje, Mateo dhe Brikena, Mateo ju kthy Brikenës në një mënyrë pak më arrogante, teksa po bisedonin. Dhe kjo gjëja e bëri Brikenën që të acarohet jashtëzakonisht shumë dhe të mbaj inat me Mateon edhe sot gjatë gjithë ditës. Ato të dy nuk flasin me njëri tjetrin, domethënë Brikena është shumë e revoltuar që Mateo sipas saj e ka poshtëruar në sytë të tjerëve kur ajo ka qenë duke folur dhe kur ajo ka qenë në një debat shumë të rëndësishëm. Brikena sot po qëndron e vetme, të gjitha debatet i kalon e vetme dhe Mateo mundohet në përcepa që t'i ndihmoj. Tani çfarë shohun këtu? Nga ana e Brikenës shoh një lloj kokforcie jashtëzakonisht të madhe, domethënë kur arrin punën që të grindet me Mateon, ajo e mban një inat deri në fund, duke i thënë vetes që Mateo më ka poshtëruar, Mateo më ka ofenduar dhe unë kur ta ndjej veten për t'ia fal, do t'ia fal. Nga ana e Mateos shoh një lloj mërzitje, domethënë një lloj sikleti. Mateo edhe ditën e djeshme filloi që të qan tek veranda sepse u mërzit shumë me veprimin që Brikena bëri, domethënë me këto lëvizje që Mateo vërtet nuk i ndjen për t'ia bë, por Brikena i përjeton sikur Mateo i ndjen për t'i bë këto gjëra me kastile. Unë mendoj që Brikena është një vajzë e cila dëshiron që të merr fokusin e madh. Edhe dëshiron që Mateo gjithmonë domethënë të miratoj me pull fjalët që Brikena i thot, mënyrën se si Brikena shprehet. Domethënë duhet të jetë shumë i kujdesshëm tek Brikena. Brikena haron që Mateo ka bërë aty aq ditë po aq sa ka bërë ajo dhe normalisht presionin që e ka patur, lojën që e ka patur tek njerëzit ndryshon dhe ato do të jenë mbështetje për njëri tjetrin. Në pikë të parë të çon mendimin të mendosh që Brikena tashmë e kaloi nominimin dhe nuk ka interes për Mateon, por jo, nuk është kjo. Unë mendoj që Brikena është aq e lazdruar në aspektin femror, saqë domethënë është natyrë që preket për pak e për shumë, domethënë preket për gjën më të vogël që mund t'ia thuash. Nuk e kupton shakan, domethënë shakan nuk e merr si të mirëqen, nuk e kupton nëse tjetri domethënë e ka pas me tendencën për t'ia bë, apo nuk e ka pas me tendencën për t'ia bë, thjesht në qoftë se e bindën veten që unë duhet të mbaj inat, do mbaj inat dhe kjo gjë ka marrë fund. Domethënë çifti edhe sot vazhdon që të jetë i dhëruar, e shoh që Mateo tenton që t'i afrohet, tenton që ta mbrojë në lojë, tenton që të komunikojë me të në lojë, por Brikena e ka shumë të vështirë, domethënë është shumë e ftohtë në këtë raportin dhe mendoj që ky inati e lëndon shumë Mateon që në fakt e çoi dje edhe drejt qarjes së tij. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni këtë marrëdhënie, më pas të bëjmë një përmbledhje.